jeni një psikologe klinike dhe se përjetuat këtë divorc, ishte një vendim i gatshëm apo jo? Paraprakisht, para se t'jem psikolog, jam njeri, gjithashtu jam nën. Vërtet është e dhimbshme, vërtet është shumë i rëndë. Më vjen shumë keq kur shpesh dëgjoj edhe gjykohen gratë e divorcume dhe duke mos e pas idenë të tjerë se si e kalojnë atë periudhë. Përgjegjësia, gjithçka tjetër vërtet ka qenë një sfidë në veti. Jo, nuk ka qenë e ngutshme, vendim i ngutshëm, përkundrazi, por në momentet kur tentimet edhe kur nuk ka ndonjë efekt pozitiv në përmirësimin e lidhjes, edhe ajo bëhet toksike, vërtet ajo e ndikon edhe fëmijën, prandaj një ndër arsyet kryesore ka qenë edhe gjendja emocionale e vajzës, edhe zhvillimi i saj emocional. Mendoj si kom marrë vendimin më të mirin, po njëkohësisht unë mendoj si ajo çfarë unë kom pas fatin edhe çka e ka bu shumë atë lehtë këtë sfidë me kalu ka qenë familja. Vërtet familja më ka mbështetur jashtëzakonisht shumë.